koordinatori për rajon i Western Balkans University, Kenan Tahir Aga, ka njoftuar se ka pritur në takim ambasadorin e Kosovës, Mentor Latifi, në Bern të Zvicrës. Në një njoftim për media, Tahir Aga bëri të ditur se gjatë takimit diskutuan për mundësitë që ofron universiteti dhe angazhimin e tij për të mbështetur diasporën përmes bursave dhe iniciativave arsimore. Sipas njoftimit, përfaqësuesit e universitetit ju bashkuan më vonë festimit të ditës së pavarësisë të organizuar nga ansambli Vatra në Zyrih. Patëm kënaqësinë e madhe të takonim ambasadorin e Kosovës, zotrin Mentor Latifi, në Bern të Zvicrës. Diskutuam për Western Balkans University, mundësitë që ofrojnë dhe angazhimin ton të fortë për të mbështetur diasporën përmes bursave dhe iniciativave arsimore. Më vonë, në mbrëmje, ju bashkuam festimit të mrekullueshëm të ditës së pavarësisë të organizuar nga ansambli Vatra në Zyrih. Ishte nder i madh që morëm pjesë në një ngjarje kaq frymëzuese kulturore. Po ashtu, i shpallëm bursa studimi për të rinj të talentuar nga komuniteti ynë i Mërgatës, ka shkruar Tahir Aga.